Gjykata e posaçme vendosi të dënojë me burgim të përjetshëm në mungesë pronarin e kompleksit Golden Resort në Shijak, Altin Hajri, për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jamprengës në janar të vitit 2020. Pavarësisht pretendimeve të mbrojtjes për pafajësi, GKK e ka gjetur fajtor dhe ka pranuar kërkesën e prokurorëve Elida Kaçkini dhe Behar Dibra për të vendosur dënimin më maksimal që parashikon ligji. Hajri u deklarua fajtor për 4 akuza: rrëmbim apo mbajtje peng të personit kur është shkaktuar vdekja, në formën e grupit të strukturuar kriminal, armbajtje pa leje, fshehje ose asgjësim i kufomës dhe grup të strukturuar kriminal. Pala mbrojtëse ka pretenduar në mënyrë të vazhdueshme se Hajri nuk ka pasur asnjë komunikim me personat e përfshirë në rrëmbimin dhe zhdukjen e Prengës, përveç se një bisede me Gentian Funiqin. Por SPAK gjatë procesit gjyqësor ka depozituar bisedat në Sky ECC mes tij dhe dritarin e xhepit e Gentian Funiqit, të dy të dyshuar se janë përfshirë në rrëmbimin dhe zhdukjen e Prengës. Gjatë hetimeve janë vërtetuar dyshimet se pronari i kompleksit Golden Resort ku u dërgua trupi i viktimës ka pasur dieni për rrëmbimin dhe ka bashkëpunuar me autorët. Ngjarja e rëndë ndodhi në janar të vitit 2020, kur Jamprenga u rrëmbye në zonën e Kamzës dhe më pas u dërgua në një resort në Shijak, ku dhe u pa për herë të fundit. Sipas hetimeve, ai u mbajt peng dhe u torturua, ndërsa trupi i tij nuk është gjetur ende. Prokuroria ka provuar se rrëmbimi i Jamprengës ishte porositur si akt hakmarrjeje për një sasi droge të humbur në Angli, ku përfshihej vëllai i viktimës, Ndrek Prenga. Në këtë ngjarje dyshohet të jeti përfshirë edhe dritari i xhepi, i njohur si një emër i botës së krimit, i cili dyshohet se ka porositur rrëmbimin nga Ekuadori, ku ndodhej në atë kohë. Në vitin 2025, apeli i GKK-s la në fuqi vendimin e shkallës së parë për dënimin me burgim të përjetshëm të Festim Beshdilit, një tjetër i akuzuar në këtë çështje. Beshdili ishte kopshtari i resortit ku Jamprenga u mbajt peng dhe u torturua, ndërsa Olsi Turja, kamarieri i lokalit, u dënua me 3 vite burg për veprën penale mos kallëzim krimi. Për të njëjtën ngjarje vijon gjykimi në një proces të ndarë nga shtetasit Dritan Rexhepi, Corrado Gështenja, Martin Bleta, Gentian Funiqi, Geraldo Martini, Aldo Majnishta dhe Artan Doçi.